Futbolist, Shahini në poshtë Kaca, Premqi me numër 5, Leonardo 19, Loci 10, Rusi 9, Konesha 34, Mane Kaca 24, Kovaci 11, Ertol Gjukolli 3, Bitri 32, Prifti 14, Premqi 7, Zogu 33, Bushi 23, Kacolari 21 dhe Dyli 8, sponsorit kryesor të Tibranëve të Suktit, Amarildo Osmani, Bardyl Kaca, Ben Keqi, Elion Gjili, Eltion Hajdari, Haxhi Tëshalla, Sali Repa, Sokol Karasani, Pëllum Shini, Ermal Premqi dhe Kazmir Lika. I falenderojmë për sponsorizimin e ekipit të Tibranëve të Suktit. Ndërkohë që dy skuadrat zbresin në fushën e lojës të ndërtimin e kryesorit Enes Nicenia me dy ndihmësit e të ri, asistentët e të ri, që do të fillojë ky takim çerek final për të shpallur ekipi kampion. Shpresojmë që cili ekip do të kualifikohet, fitohet më i miri. Ndërkohë që ftojmë kush ke dëshirë të sponsorizoj për të ndihmuar familjet nevoj me rastin e festës së Bajramit, ai që ka dëshirë me kontributin e tij të afrohet për tavolinës sa do pak me ndihmuar për familjet nevoj. Ju falenderoj. Urime dhe inshallah fiton Tibranët e Suktit. Kur shkojmë Suk, duhet ikë me trofe. Urime! Pritet të fillojë takimi, ndërkohë topi akoma nuk është vendosur në mesin e fushës, ai kanë vendosur futbollistët e Tibranëve të Suktit, pikërisht futbollisti kryesor Kovaci, një futbollist profesionist që ka luajtur me disa ekipe në kategorinë e parë, veçanërisht me Korabin, ka dhënë kontributin me Korabin e Peshkopis, më pas e ka mbetur karrierën me Valbonën e Trapojës, ndërkohë loja ka vazhduar. Topi për Tibranët e Suktit është Premqi që ka pasuar, por ka gabuar pasim, e ka marrë shaqe, ka rivënje me duar në favor të skuadrës Parpleros, është numri 4 me Metaj, ai që do ta kryejë këtë rivënje me duar, u bën me e ka pasuar atje për tek shaqe, mbyll korridorin atje numri 19 Leonardo. E topi kthyer mbrapa. Në dy luftim është kapiteni Adili i Parpleros me njërin nga futbollistët e Tibranëve të Suktit, që ka përcjellje to për të Kovaci për zonës të ndonjë jashtë. Dhe ka 11 tash sipas kryesorit Enes Nicenia, gjyqtari i kategorisë së parë. Një gjyqtar me mjaft eksperiencë, certifikuar nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe ka nisur karrierën duke vazhduar duke gjykuar në kategorinë e dytë dhe më pas tani gjykon në kategorinë e parë, qoftë edhe asistent, por është i pranishëm në gjitha ndeshjet e kategorisë së parë që luhen edhe në atë të dytën. Kemi 11 metësh, është sulmuesi kryesor Kovaci, si që shpjegova dhe më parë dhe më lartë. Kovaci me mjaft eksperiencë, një lojtar profesionist, ka luajtur me Korabin e Peshkopis, ku ka qenë golashuesi më i mirë me Korabin e Peshkopis, ashtu dhe në Tropoj ndaj Valbonës, e ka mbetur karrierën në Tropoj. Ka 11 metësh, godet Kovaci,
dhe shblokon rezultatin 1-0 për ekipin e Tipranëve të Sukthit të kthehen në festë, festojnë tifozët edhe sponsorit kryesor të Tipranëve të Sukthit kanë festuar këtë gol 1-0 për ekipin e Tipranëve të Sukthit. Ekipi i Bleros, Blero është shef vetë në dizavantazh të një goli, detyrohet rifillojnë topin nga qendra mesit fushës, e ka nisur përsëri, një top i kthyer mbrapa, shikojnë përpara, kërkojnë të nisinat Jeshaqet, por është në thetësi, e ka kapu Shahini, portieri Shahini, e ka topi që do ta shkelboj me shkelm rritëvimi nga porta e tij. Është Shahini, nuk nëzitohet, e ka shkelmuar topin, ka futur në qisë fushët kundërshtare, por është numri 6 i skuadrës Qinami, i skuadrës Barblero, që ka nxjerrë topin jashtë dhe ka rivënje me duar tani në favor të skuadrës Tipranëve të Sukthit. Janë më superior Tipranëve të Sukthit, pavarësisht edhe golit që ka shënuar, por megjithatë ekipi i Barbleros po luan mjaft mirë, pavarësisht atij gabimi në mbrojtje që ndeshkuan me një mëtmetësh, mundohen të dalin në këtë aksion me atë numrin 11 Lala, ka gabuar pasim, është numri 3 i skuadrës Gjeli Çakolli që ka topin zotrim, por e ka dorëzuar shumë shpejt, e ka portieri Muça. Ka një përket topit për të orë dhe goditje të nimi në favor të ekipit Barblero. Është numri 7 Almeta, tenton të krosoj, ka mundësi numri 16 Grebeshi, por megjithatë pas 3 zonën futbollistët e Tipranëve të Sukthit nuk ndodhet asnjë, ka bajtur numri 34 i tyre është Konesha ishte ai, por nuk arriti dot që ta kap të top, megjithatë i takon portierit Muça, e ka shkelmuar, e ka përcjellë për tek Qinami, ki kërkon të nisë për para, por nuk ka arritur dot qëllimit. Mbyll Qinami atje të aksion, ka larguar Bidri, një top për Kovaci për të zonës, por me par ka dalë portieri Muça, duke kapu këtë top, duke thyer këtë aksion të skuadrës Tipranëve të Sukthit. Tjetër aksioni futbollistëve të Barbleros, mundohet atje më numri 16 e Grebeshi, por ka ndërhyrë Bitri me mjaft zgjuarësi, e ka larguar këtë top, janë Tipranëve të Sukthit me topin zotrim. Kanë zgjedhur një Konesha, është Konesha, kërkon një top Kovaci, është i lirë Kovaci, ka hapësirë, ka pasuar për tek numri 9, atje por do se loja jemi akoma në pjesën e parë dhe nuk ka përfunduar akoma, është Muça që ka shkelmuar të shkelbën i dërgimi, ka rivënja fundore, janë futbollistët e Tipranëve të Sukthit, tentojnë përsëri me Kovacin, është i lirë, por ndërhynë, njëri nga ishte Ndragjoni, ai që ka larguar topin, kërkunin përsëri Tipranët e Sukthit, është Konesha, e ka kapur këtë topë, kërkon një top atje për të zonës, largon njëri nga mbrojtësit të pastruar zonën, por ndjekin aksionin Leonardo, godet jashtë, ishte një goditje në favor të skuadrës e Tipranëve të Sukthit, me gol të shënuar nga sulmuesi kryesor Kovaci, që deri tani është kryeshënuesi më i mirë i këtij kampionati që është zhvilluar në këto 2 të këtu në fushëlie. Si që thash dhe me lartë, një lojtar me mjaft eksperiencë dhe profesionist, një top kërkohet atje për Manekacën, por është të përthërsi dhe ka vetëm rifënje fundore për portierin Muça.
është Adili, nuk e ka arritur dot, megjithatë largon numri 6. Tentoi dhe Qinami, ka rivënje me duar tani në favor të libranëve të Sukthit. Ka një top breta për Koneshën nga e djathta, panti nuk e datë numri 8 Shaqe, këngull Konesha, mja bukur, ka pikpasimi, për megjithatë preferon të mbaj topin. E ka lejuar të dalë në rivënje anësore dhe kemi rivënje anësore në favor të skuadrës së libranëve të Sukthit, është numri 19 i tyre për të rivën të topë. Leonardo e ka kryer. Largon atje dhe numri 7 Almeta duke nxjerrë topin në rivënje anësore. Ka vajtur Bitri për ta kryer. Sukthit është Bitri, e ka kryer këtë rivënje me shpejtësi. Largojnë mbrojtësit e Barbleros. Është Qinami. Ja dhe Raska. Niset aksioni i skuadrës Barblero, megjithatë është thyer nga numri 5 Prençi dhe rivënje me duar. Ka goditje këndi tani për ekipin e Barbleros, ka vajtur kapiteni Adili me numër 10 që do ta shkelmoj këtë këndore. Grumboj Fanelash në zonën e drepsisë të portierit Shahini, një top futur në zonë drepsisë, tenton dhe numrit 16 Grebeshi, nuk ja ka arritur top, ka rivënje fundore tani në favor për skuadrën e libranëve të Sukthit dhe topi u takon atyre pikërisht portierit Shahini, ndërkohë që rezultati vazhdon 1-0 në favor të skuadrës së libranëve të Sukthit me gol të shënuar nga Kovaçi me 11 metrash. Është shkelmuar ky top, mundohet të niset Konesha, ka shqetësimin e Mehmetajt. E ka mbajtur këtë top, e ka larguar për momentin. Megjithatë është Leonardo që ka larguar, Mehmetaj përsëri ka zgjidhur duke nxjerrur topin në rivënje anësore. Është kryer dhe kjo goditje këndi nga libranët e Sukthit, megjithatë është Adili me topin zotrim, por e ndërpret aksion Bitri dhe topi ka dalë në rivënje anësore për futbollistët e skuadrës Barbleros. Është numri 7 Almeta, do ta kryejë këtë rivënje me duar. Përsëri është Bitri, do të nis Kovaçin, por është thyer aksioni nga numri 6, Qinami i Barbleros dhe ka vetëm goditje këndi që ka vajtur vetë sulmuesi kryesor dhe autori i golit të parë me 11 metrash për libranët e Sukthit, Kovaçi. Ka harkuar për të zonës, ka një goditje me kokë, tenton Manakaca, ja dhe numri 9, por ka pritur portieri. Ishte një drithërim në portën
e Barbleros, por me gjatë si situatën, janë Dibranet e Sukthit më superior, me Koneshen nga i djathta, ka harkuar brenda zonës, asnjë nuk ndodhet në zonën e Repsis, topi ka kaluar tër pasqyrën e portës dhe ka vetëm rivënje fundore për portierin Muqa të ekipit të Barbleros. Rivënje me duar, do që topi nuk ka kaluar vije fundore, është kryer kjo rivënje me duar nga futbollistët e Barbleros, mundohen me gjatë përfito Kovaci, largon me Metaj, janë katruar, kërkon Manakaca, godet, mbi traversë, tjetër rast ideal për Dibranet e Sukthit, për të dyfishuar rezultatin, i pat të gjitha mundësit numri 24 Manakaca, nuk ja rriti dote, me gjatë rezultati i vazhdon të jetë në fuqi 1-0 në favor të ekipit Dibranet e Sukthit, me e ka shkelmuar Muqa, largon Gjakolli, ndërkohë që ju bëjmë dije me datën 23-24 maj në këtë fushë do të zhvillohet përsëri i njëjti kampionat i është e quajtur Futboll Buzdrinin me organizimin e Robert Bitit dhe gazetarit më njohur sportiv të Frimet Hasanit, që do të sjellë yjet e futbollit shqiptar të pranishëm si gjithmonë, të pranishëm këtu në Fushalie, duke sjellë të madhin Vasil Ruci, që i ka shënuar gol Barcelonës portierit Zubi Zareta në vitin 87 dhe shumë emra të tjerë të futbollit shqiptar. Tjetë rast ideal për skuadrën e Dibranëve të Sukthit nga ana Bravo! Ka përfituar Konesha, ka shpangur me Metaj, je top Tokazi, mundohet Manakaca, është ngatruar atje, topi është marrë nga futbollistët e Barbleros, mundohet të dalin në këtë aksion, ka pasuar për të kapiteni Adili, e ka topi gjithmonë zotëri, mundohet të shpang një mbrojtës, por ja kanë marrë topin, ka shkaktuar dhe një faull, godit jetënimi në favor të skuadrës Dibranet të Sukthit, ishte një ndërhyrje e gabuar kapitenit Adili në dëm të Leonardës dhe godit jetënimi për Dibranet të Sukthit. Ka goditur Kaca, rivënje anësore. Ka vajtur Bitri për ta kryer këtë rivënje me duar për Dibranet e Sukthit, e ka kryer me shpejtësi, një top përsëri për Bitrin, nuk ka arritur dot që me gjatë e ka futur në zot Repsis, por largon mbrojtja, përfiton është një tjetër goditje dhe shtyll traversale, gjitur me shtyllën, ishte shtyll pingulit, gjitur me shtyllën e parë, ka rivënje me duar, Peres, qui, Peres. Peres. Rivënje anësore tani është numri 7 Albeta, ka kryer këtë rivënje, mbyll korridorin Kaca, më gjatë e kanë fituar topin Dibranet e Sukthit, mu do të dalin në aksion, e ndjek aksionin Adili, ka përfituar numri 9, Bravo, Misha, bravo! Rusi.
është me metaj në të rivënje me duar, ndërkohë që jemi akoma në pjesën e parë, rezultati është 1-0. Adili. Ka ndërhyrë Almeta, ka marrë këtë topën në dy luftim me Manekacën, ka një devijim nga ana e tij dhe ka rivënje me duar në favor të skuadrës së Barbleros, e cila është dizavantazh të një goli, e kryen Almeta këtë rivënje me duar. Ka ndërhyrë si duket numri 10 të tyre Loci me kokë dhe tjetër rivënje me duar është kryer. Mbyt korridorin atje Kaca dhe tjetër rivënje me duar është spostuar rivënja pranë zonës së rrepsisë ekipit dipranëve të Sukthit është Almeta që kryen të rivënje me duar si gjithmonë, ka kryer, ka futit top zonë, tjetër rrezikin në portën e dipranëve të Sukthit, vazhdon aksioni, largon mbrojtja e dipranëve të Sukthit, dalin aksion me Manekacën, është i shpërthyer, por e ka përfituar, ka marrë topin Kovaci, ka një devijim dhe goditje këndi. Vetëm rivënje fundore si pas kryesorit Cena, por ka përshenjë që topit kaloi te këndorja dhe ka goditje këndi. Goditje këndi për dipranët të Sukthit, të cilin udhëheqin 1-0, jemi akoma në pjesën e parë të këtij takimi, është Kovaci. E ka shkelmuar këtë topë, largon në mbrojtja, e topi kthyer atje nga numri 22 Kaca për te Kovaci, tjetër atje për të zonës fuqin për të fishuar rezultati, vazhdon aksioni, është Konesha me bukur për të zonës, por e largon në mbrojtja, është pikërisht numri 4 me Meta që ka larguar të rrezik e do për Adilin. Rrin dhe kryesori ka një faullë në favor të skuadrës Barblero. Është me Meta, ka përcjell topin për tek Adili, kapiteni i ekipit të Barbleros, e ka dhënë topin si tepër, por që nuk i dha numri 19 të dipranëve të Sukthit, ka vetëm rivënje fundore, pasi e ka shoqëruar pikërisht numri 19 i tyre Leonardo topin për të dalë jashtë vijave kufizuese të fushës dhe kemi vetëm shkelmëri të kimi nga portieri Shahini. Sinjalizon kryesori i këtij takimi Cena për mbylljen e pjesës së parë. Dhe fitoren e dipranëve të Sukthit 1-0. Atëherë si që sa është rëmëllim, vetëm ti kapitenet e ekipeve të komunikojnë me gjishtarin. Gjishtari është profesionist dhe nuk ka kundërshtime. Vetëm ti kapitenet e ekipeve, vazhdojmë. Ka nisur pjesa e dytë e takimit ndërmjet dipranëve të Sukthit dhe Barbleros, rezultati është 1-0 në favor të dipranëve të Sukthit, me gol të shënuar nga Kovaci me 11 metrash, ndërkohë që mbyllet ky aksion, thyet ky aksion nga ana e Mehmetajt për Barbleron, që ishte skuadra e dipranëve të Sukthit të sulme, duhet një top për Adilin. Largon dhe Petri, rivënje me duar, duhet të theksuar fakti, gjyqtari është i certifikuar i kategorisë 2 dhe të parë, i certifikuar nga Federata Shqiptare e Futbollit,
dhe është gjyqtar profesionist, prandaj duhet të bidim me urdhrit të gjyqtarit. Është i zbuluar Kovaçi, është i vetëm, ka ndërhyrë me veta e mbyllit korridorin fund, por ka përfituar përsëri Kovaçi, është i vetëm në sulme, ka shpangur një mbrojtës, ka ndërhyrë atje dhe numri 3 i skuadrës Barbleros Balla duke nxjerrur topin në goditje këndi, atje ku ka vajtur Manekaca për ta shkelmuar këtë goditje këndi në favor të tibranëve të Suksit. Të gjithë futbollistët ndodhen në zonën e portierit Barbleros Muça. Është ekzekutuar kjo goditje, ka tentativë për të goditur, por megjithatë e marrin futbollistët e Barbleros. Edhe njerë përshëndes Soli Alien, o Soli falënderit që erdhe se nuk pam sot. Falënderit që kontribove për fushën e Alije, ke qenë gjithmonë kontributor, ke qenë gjithmonë i mirë, falënderit për gjitha fanedet që nësove për ekipin e fushës Alijes. Të jemi shumë i njohë, Soli. Një falënderim i veçantë shkon për të gjithë ato sponsor që kanë kontribuar për aktivizimin e këtij aktiviteti dhe mbaremi shkoftë edhe në sezonet e ardhshme. Ndërkohë që jemi përsëri në transmetim të ndeshjes, tenton Manekaca nga Kahujmajtë, por topi ka dalë jashtë dhe u takon futbollistëve të Barbleros. Lusi! Tjetër goditje nga ana e Rusit, por topi ka kaluar në gjitur më shtyllë e parë pingullje të mbrojtur nga portieri Muça dhe kemi rivënie fundore me shkelmë ridërgimi nga ana e portierit Muça. E ka shkelmuar këtë fundore, ndërhyrje nga futbollistët e tibranëve të Suksit, përfiton Manekaca, por ka ndërhyrë pikërisht numri 7 Almeta që ka marrë topin, është Adili që ka krosuar një top prej zonës, gjysmë rafishat, por topi ka kaluar mbi traversën e mbrojtur nga portieri Shahini, ishte një kthesë e bukur e njëjtë nga futbollistëve të Barbleros, pikërisht numri 16. Ishte Grebeshi ai që bëri gjysmë rafishat, mund të ishe shtangur portierin Shahini, por nuk e arriti dot. Kemi vetëm një shkelmë ritërgimi, ndizet atmosfera këtu në Fushani ndërmjet ekipit tibranëve të Suksit dhe Barbleros. Rezultati vazhdon të jetë 1-0 ai pjesës parë me gol të shënuar nga Kovaçi në minutën me 11 metrash në pjesën e parë. Ka një tjetër tentativë, është Adili që ka konfusit top zonë, ka goditur, kushton portieri, largohet një top për Manekacën, është i lirë, ka mundësi pasimi, pikëllimi, ka pasuar, ndërhyn portieri Muça, ka larguar rrezikun, është i dëmtuar një futbollist, por megjithatë loja vazhdon, është i lirë përsëri Manekaca, ka ndërhyn një mbrojtës, largon Almeta, me mjaft zyrësi e ka larguar topin. Megjithatë është ndezur atmosfera, ka dhe një prekje topit me dorë, ka goditje dënimi, gjyqtari kërkon që të përgatitet pasi topi duhet jetë i ndalur jo në lëvizje për të kushtuar kjo goditje dënimi. Ndërkohë që një futbollist si duket Kovaçi vazhdon të jetë i dëmtuar, nuk është Kovaçi, është tjetër futbollist i skuadrës tibranëve të Suksit, por megjithatë është quar numri 8. Dyli ka goditje dënimi tani në favor të tibranëve të Suksit. Është Loci, ai që do ta shkelmoj këtë top. Jemi në gjysmëfinalen e këtyre takimeve. Është ndeshja e parë e kësaj gjysmëfinale. Godet Loci, jashtë. Është Mehmet ai me topin zotrin, nuk nëzitohet.
Nuk ka presionin e ndoj futbollistit të Dibranëve të Sukthit, me që ata kanë marrë futbollistit të Dibranëve të Sukthit top. Tjetër i vëni me duar, është Mehmetaj, do ta kryje për Barbleron, e ka kryer, largon atje numri 22 Kaca, përsëri goditje ti me kokë. Është Bane Kaca me topin zotrin. Ka pik pasimi për Kovacin, e ka për zirë topin, i ka pasurën më mbrapa. Ka tjetë goditje, pret drejtën e duar të portierit Muqa. E ka goditur topin. Mbyll atje koridorin Bitri, duke goditur topin me kokë, duke i larguar këtë aksion, duke thyrë këtë aksion, dërin dhe gjishtari ka një faul në favor të Barbleros. Vjen rrethit të mësit të fushës, është goditur kjo goditje dënimi. E merë Bane Kaca njësë për para për Kovacin, është i vete për shqecimin e numrit 5 dhe dhe portieri. Dhe topi të dosh mjetës 2-0. 2-0 më përshënuar nga Kovaci. Si shtuket Kovaci do shpadët për përshënu si më i miri këti kampionati me 4 gola deri tani. Bravo, bravo, Kasori, good. President. Barbleron i stopin përsëri nga mezi i fushës. Një manjaconë tani për skuadrën e Dibranëve të Sukthit. Edhe njëherë profitojmë nga rastit duke përmendur sponsorit e kryesor të Dibranëve të Sukthit, Amarito Osmani, Bardyl Kaca, Ben Keqi, Elion Gjili, Elion Hajdari, Haxhi Tërshalla, Sali Repa, Sokol Karasani, Pëllum Shini, Ernest Preqi, Ermol Preqi dhe Kazmir Lika. Faleminderit për sponsorizimin e këtij ekipi dhe urojmë suksese për të marrë titullin kampion. Loja vazhdon, është Kovaci, autori të golave me topin zotrim, nisë për para për tek Bane Kaca. Është i vetëm Bane Kaca, kërkon një top atje numri 8, por nuk e ka pasuar, ka dribluar një mbrojtës, pacon tjetër goditje, por jashtë. Ishte një goditje e lehtë nga ana numri 8 të skuadrës, ishte Dyli të Dibranëve të Sukthit që godet, por pa shqetësuar portierin Muqa. 2-0 rezultati vazhdon të jetë këtu në fushali ndërmjet Dibranëve të Sukthit dhe Barbleros. Është Grebeshi me topin zotrin, pranti ndodhet numri 19 Leonardo, ka marrë këtë top, mbyllin korridorin futbollistët e skuadrës së Barbleros, mundohen përsëri topi gjysmë fushën kundërshtare, dalin në këtë aksion, ka një rast ideal për numrin 8 Çaçe, nuk e arrin, goditje këndi, ka një devijim topi, goditje këndi për Barbleron. Është Adili me topi zotrim, ka harkuar, largon mbrojtja, tjetër tentativ, pretendojnë për një prekje topit me dorë dhe gjyshtari tregon pikën e parë dhe ka 11 metrash. Tani në favor të Barbleros, ka entuziazëm tek skuadra dhe tek stafi teknik i ekipit Barblero, pasi mund të kushtojë diferenca e goleve. Është numër 10 kapiteni Adili, pranti ndodhet Shahini, portieri Shahini me vrull dhe 2-1 kushtohet diferenca e goleve këtu në fushali e ndërmjet Dibranëve të Sukthit dhe ekipit të Barbleros. 2-1 rezultati, është Adili që ngushton diferencë e kapiteni skuadrës së Barbleros me 11 metrash fushës. Lutëm gjyqtarit kemi një zëvësim, largohet 13 dhe futet numri 6. Largohet 13, futet numri 6.
Ka nisu loja, është Mehmeta me topin zotrim, e përcjell për para, është Ilira Tili, ka shqecimin e Pitrit, deri dhe numri 5 Prenqi, ka larguar topin, goditje këndi tani për skuadrën e Barbleros, është nxeu loja, ka presion nga skuadra e Barbleros, mundohet që të kërkon që të barazojë dhe rezultatin me çdo kusht. Për që të largon mbrojtja, tenton numri 6 se pa futur loje, tjetër rasti dalë të rritë dhe gjyshtari kartoni i verdh. Shikojmë ka një faul në sulm. Topi i takon futbollistëve të Dibranve Cuktit, që stafi drejtues dhe sponsorit që ndrojnë në këmbë të Dibranve të Cuktit për të ndjekur këto emocione, këto minutat fundit të këtij takimi ndërmjet Dibranve të Cuktit dhe Barbleros, 2-1 rezultati, shpresojnë tek kualifikimi. Është larguar Prenqi i dëmtuar dhe në lojë futet numri 33 Zogu, është detyruar Prenqi i dëmtuar të lë fushën e lojës, mbase kishte dëshirë që ta vazhdonte edhe BTI në rast kualifikimi për të ngritur dhe trofeun, pse jo, por megjithatë loja i ka këto, gjithçka mund të ndodhë. Pavarësisht nuk ka një dëbim serioz, por i pranishëm në qoftë se do të jepë rasti që të shpallen kampion, do ta ngrej kupën e këtij kampionati, këtij trofe. Është Manekaca, ka pasuar për tek numri 33 Zogu, megjithatë largon Mehmetaj, përsëri Zogu me kokë, e merr kapiteni Atili, ka shmangur Zogun, ndërhy dhe Bitri, e ka nxjerr topin në rivënje anësore, është numri 7 Almeta, e ka kryer. Ka goditje këndi tani për ekipin e Barbleros, është Grebeshi, që ka marrë topin për të afruar flamurit të këndit, për ta shkelmuar këtë këndore. Ka harkuar, largon mbrojtja, tjetër tentative numri 6, ishte pikërisht Qinami që goditi, por jashtë, dhe është për portierin Shahini që do të shkelmoj këtë rivënje fundore. Pregaditën ekipet Trenishë Kompleks dhe Zaldardha për të futur në fushën e lojës. Kemi rivënje me duar, është numri 6 i skuadrës së Barbleros, është Qinami, e ka kryer këtë rivënje, megjithatë e marrin futbollist, është numri 11 Lala, kërkon të depërtoj, e marrin futbollist e Dibranve Cuktit, mbyllin korridorin e dje, mbyllin këtë aksion thyen, e ka thyer këtë aksion, megjithatë e marrin përsëri futbollistët e Dibranve Cuktit, është numri 8 i tyre, Dyli, ka rivënje me duar, tani në favor të Dibranve Cuktit. Numri 19 Leonardo, nuk nëzitohet, e ka topin e duar, e ka përcjell me tutje, për ta kryer këtë rivënje. Kryet dhe kjo rivënje me duar, largon Mehmetaj, e ka larguar këtë topë.
por është Grebeshi që ndjek aksionin, pranë ty Leonardo, Grebeshi mja bukur, ka dribluar, ka një devijim dhe goditje këndi. Protestojnë futbolistët i pranë Suktit, por me që ka goditje këndi në favor të skuadrës Barberos. Rezultati vazhdon 2-1 në favor të ekipit të shnuar nga Kovaci me 11 metrash dhe është përsëri Kovaci që dyfshon rezultatin, ka shkurtuar diferencën ponje me 11 metrash Adili, kapiteni i skuadrës Barbleros. Është Lala, mbylli koridorin atje futbollistët ishte Kaca, ai që ka larguar këtë top, megjithatë ka me Metaj për Barbleron. Një top për Adilin është mjaft i lëvizshëm nga të dyja krahët. Largon Kaca me Metaj përsëri. Tjetër aksion i skuadrës Barbleros, fyet një aksion, tekon e Kaca, mbyll aksionin atje, Almeta ka thyer këtë aksion me që të ndjek Kovaci, e ka topin zotrim, kërkojnë e top numri 33, ka përcjell atje për tek Zogu. Ka rritur që të fus topin zonë për që të ka larguar Darin dhe Gjishtari, ka një faul dhe sulme dhe topi u takon në futbolistëve të skuadrës Barbleros. Është goditje të nimi, godet Almeta, e ka gjyru me mja forcë, kërkon të Isladinin, por ka larguar Zikun, ja dhe për në Kaca, edhe Loci, Mane Kaca, ka një devijim, rivënje me duar, është numër 33 Zogu. Jemi në minutat e fundit këtij takimi, 2-1 rezultati. Është kryer. Largon mbrojtja e ekipit të Barbleros, për që atë vazhdon aksioni. Është numri 8, Dyli, ka goditur, por pa gjetur kuadratin. Ka marru arbitër. Ka rivënje fundore, është Muqa, portieri Muqa, e ka shkelmuar këtë top, e ka fotur në gjysë fushën kundërshtare, me që ato e largojnë, ishte Rusi me kokë. Rivënja nësore është Mehmetaj, e kryen me shpejtësi, ka një devijim, me që ato e merr atje Grebeshi. Largon Leonardo, ishte numri 10 Loci, që ka largon këtë top, ka një dy luftime në mezin e fushës, përfiton Mane Kaca. Është aksioni i skuadrës Barbleros, ka mundësin Klepeci për të pasuar, për që ato ndjek aksionin, ndërhyn numri 19, Leonardo e ka nxjerr topin jashtë, ka goditje këndi. Ka një rëkim të topit ati ka Leonardo, ka të të zonë, por jashtë topi ka rënqethur traversën, por pashqetsuar portierin Shahini. I shpëtoj Pushka, ishin tritërima në portën e tribënëve të Suktit, mund të ishin dëshkuar dhe të barazoj rezultati, por me që atë ngelet fuqi rezultati 2-1 në favor të skuadrës e tribënëve të Suktit. Është Muqa, ka ekzekutuar këtë tope, ka goditur Zogu, kërkon të njësat atje Mane Kacen, por ka përdu koridorin, ja dhe Bitri me mja pëzhërësi, e largon këtë topë.
por ndjekin aksionin, largon përsëri Pitri, topi ka dalë në rivënje anësore dhe u takon futbollistëve të Barbleros, është Almeta, e krye këtë rivënje, largon Leonardo, këtë rivënje me duar, është Almeta përsëri. Këtë tentativ ka larguar, sinjalizon dhe profesori, kualifikon për e qerek finale të pranet e Sukthi. Dhe tani të bëjmë gati të ekipet për të paraqitur Pushën e Lojës. Tre nishat kompleks saltardat përgatitet për Pushën e Lojës.